Është diçka tjetër që duke dashur të nxjerrë sipërfaqe zoti Kryeziu. Para se të flas për atë organizim që ka qenë për mua i jashtëzakonshëm, duhet të përshëndes të gjithë organizatorët e demonstratave, të studentëve të 11 marsit, të 26 marsit, edhe organizatorët e 1 dhe 2 prillit. Edhe 3 prillit në Ferizaj. Edhe në Viti. Edhe në Ferizaj ka pasur, edhe në Viti, edhe ka pasur edhe në disa qytetet e tjera. Duhet t'i falenderoj edhe pjesëmarrësit, jo vetëm organizatorët. Duhet t'i falenderoj veçanërisht fëmijët që sot janë burra të familjeve që kanë banuar afër konviktit të studentëve. Ata kanë qenë të jashtëzakonshëm, me 26 mars ata kanë bartur bukë tër ditën për demonstrues. Zoti Januzi, këto pamjet që dolën për herë të parë, fillimisht ti komentojmë edhe nga organizimi. A janë, unë të paktën i kam parë sot për herë të parë, të duke qarkulluar, sepse sikur gjatë gjithë kësaj periudhe edhe dokumentar që janë realizuar edhe emisionet i kam patur 2, 3, 5 sekonda me një varfome që kanë ilustruar dhe disa fotografi. Këto pamje janë të nisjes e demonstrata apo të më vonshme? Jo, unë edhe në hetimin në UDB, edhe kur nuk më është qitur ndonjë incizim. Bile, po flas për vete, nuk më janë paraqitur as fotografi të 11 marsit. Unë ka pasur fotografi të 26 marsit. Sepse organizimi i fshetit Jugosllavisë, ne e kemi quajtur në fjalorën e përditshëm UDBA, është zonë e papërgatitur. Ne i kemi organizuar demonstratat në dhomën 310 të konviktit numër 3 studentëve. Keni organizuar para 11-s? Para me 9 mars. 9 mars? Me 9 mars. Kemi shkuar në dhomën ku ka banuar Gani Koci me Murat Musliun. Kemi shkuar unë, Ramadan Gashi,